Çfarë po ndodh në Shqipëri? Me të vërtetë e shikojnë si një oazë eskortat për të ushtruar aktivitetin e tyre? Shiko, së pari një herë ta nisim pak ndoshta duke folur për atë historinë e prostitucionit që e ka ndjekur Shqipërinë ndër vite me radhë. Që pas viteve 90 dua ta nis kështu ndoshta për të dalë edhe tek ajo që ti the nga punojse seksi më pas në atë që ne kemi ka ndrruar edhe shoqëria nuk i quan më punojse seksi, por i quan eskorta për shkak edhe të disa ndoshta pjesëve që unë do të sqaroj se pse tashmë kanë marrë këtë emërtim të ri dhe emërtim modern. Historia e prostitucionit në Shqipëri nuk është e re, është një histori që të paktën ka lulëzuar, le të themi, në atëherë kur nisi edhe eksodi i shqiptarëve për të shkuar jashtë vendit, ku për fat të keq disa njerëz, të cilët një pjesë edhe jetojnë dhe nuk jetojnë më, një pjesë janë hetuar, gjykuar, dënuar, e pan pjesën e prostitucionit si një mënyrë për të fituar para, por gjithmonë duke i marrë kundër vullnetit të tyre, vajza nga Shqipëria, shpesh vajza të njohura me metoda mashtrimi histori që besoj Mario edhe ti patjetër i ke dëgjuar, duke i dërguar jashtë dhe duke ushtruar prostitucion, por gjithmonë duke përfituar këta pra që i merrnin, jo vajzat që shkonin. Me kalimin e viteve, kjo u pa si një mënyrë e lehtë fitimi dhe filluan shumë vajza shqiptare, po ndalohen vetëm fenomenin shqiptar, por edhe kosovare, që ta merrnin vetë përsipër si punë, pra të shkonin dhe të punonin për llogari të tyre, një pjesë në shtëpiat publike në vendet ku prostitucioni është i ligjëruar, pra në vende si Hollanda, në vende si Zvicra, në vende si Belgjika, e kështu me radhë si Italia, por përgjithsisht Italia ka qenë për vajzat të cilat u morën me dhunë dhe u prostituan, ndërkohë që këto vende e tjera janë vende që u zgjodhen vetë nga vajzat, një fenomen që vazhdon edhe sot për të së vërtetës, Mario. Pra kemi shumë vajza shqiptare, cilat shkojnë në këto shtete dhe ushtrojnë atë profesionin e prostitucionit. Unë kam pasur rastin edhe të bisedoj me disa prej tyre, bëjnë të ardhura të konsiderueshme që më pas pra zgjedhin një periudhë, le të themi 2-3 vjeçare, ndoshta edhe 5 vjeçare për ta ushtruar si profesion, bëjnë ato paratë e tyre, vinë, investojnë në Shqipëri dhe pastaj vazhdojnë jetën krejt normalisht, pra pa u bërë ato që ne do të flasim, pa u kthyer në eskorta. Nga ana tjetër, ka një fenomen të ri që lulëzon brenda territorit shqiptar. Eskortat, të cilat herë na vinë nga jashtë, pra na vinë nga vende si Kolumbia, nga vende si Ekuadori, nga vende të tjera të Bashkimit Evropian, nga vende të tjera të Ballkanit, dhe hapin faqe online, tashmë të njohura edhe nga sektori i dedikuar në policinë e shtetit, që është sektori i trafiqeve, dhe ofrojnë aty shërbime jo vetëm seksuale, por edhe shërbime shoqërimi. Prandaj jemi në një term të ri, pra në termin escort. Nuk kemi të bëjmë më, sepse quhej prostitucion, pasi kishte një vend të dedikuar për këto vajza, Mario, ku shkonin klientët tek ata. Ndërkohë, sot nuk flasim më për një fenomen që shkojnë vetëm klientët tek ata, por flasim për një fenomen që ndodh brenda territorit shqiptar, ku vajzat shkojnë tek klientët, ndryshojnë përpasoj edhe çmimet dhe ndryshon edhe mënyra se si këto e ofrojnë këtë shërbim. Pra, nuk të ofrojnë vetëm shërbimin seksual, të ofrojnë edhe shërbimin e shoqërimit, dhe gjitha këto bëjnë një lloj pakete me çmime të përcaktuara që variojnë. Nuk e di nëse do doje të ndaleshin të çmimet apo jo. Patjetër, pse jo? Shiko, nëse hyn në këto faqe online, e ke shumë të lehtë. Madje një pjesë e mirë e vajzave tashmë nuk punojnë as me faqe online, punojnë edhe me njohje me klient, me njëri tjetrin. Kemi çmime që variojnë nga ato çmime që janë shërbime seksuale, pra nuk ofrohet asnjë shërbim tjetër shoqërimi, që fillon nga
€150 duke shkuar edhe deri në vlerën €500 dhe më pas kemi eskortat e luksit që fillojnë nga çmimet €1.000 e lartë dhe këto eskorta luksi janë vajza të cilat përgjithsisht janë, pra zgjedhin një metodë tjetër, ose mund të jenë përdorin TikTokun si një mënyrë për të rritur, pra le të themi, atë imazhin e tyre, përdorin termin bloger për të rritur imazhin e tyre, për fat të keq, kemi vajza të cilat për të rritur imazhin e tyre bën edhe pjesë e spektakleve të mëdhaja televizive me një qëllim shumë të qartë. Këto vajza nuk ofrojnë thjesht shërbimin seksual, por ofrojnë edhe atë shërbimin e shoqërimit me orar të tezgjatur që shkon nga një ditë në 24 orë e madje edhe në javë të tëra apo edhe në 2 javë dhe çmimet pastaj ndryshojnë, shkojnë në €5.000 deri edhe në €30.000. Dëgjova një çmim të fundit të një vajze eskort VIP, e cila kishte shkuar jashtë për të ofruar një shërbim 2 javor dhe kishte marrë tarifën për €30.000. Shoqërojnë, pra është një paketë shoqërimi siç e the dhe ti, jo vetëm ofrim e thënë rëndom të intimitetit, por për çfarë shoqërojnë? Në evente caktuara, në ngjarje caktuara? Shiko, në një farë mënyre, Mario, vihet të re që dua ta nis pak edhe tek pjesa e burrave këtu, tek pjesa mashkullore. Thjesht shoqërojnë, mund shoqërojnë në një darkë të caktuar ku mund të mblidhen disa burra të një kategorie patjetër, të një shtrese sociale të pasur, nuk flasim këtu për shtresa të varfra, do të ndaloj edhe tek këto shtresa, flasim për nivele ndoshta biznesmenësh apo edhe fushave të tjera edhe të krimit të organizuar e merat, pra fushave të tilla jetësore, të cilët vetëm për të pasur edhe praninë e një femre në tavolinë, marrin pikërisht këto eskorta, këto vajza dhe i bëjnë pjesë të shoqërisë së tyre thjesht për të ndjerë mirë. Ndonjëherë është edhe si një unë e kam konsideruar për fat të keq si një lloj ankandi. Pra, ka burra, ka meshkuj të cilët kanë një pasuri të caktuar, kanë një status të caktuar shoqëror dhe bëhet si një lloj gare se kush ka femrën më të shtrenjtë dhe më të kushtueshme. Kështu që këtu do ta lidhja të gjithën, si një lloj gare dhe si një lloj egoje mashkullore për të pasur diçka që kushton më shtrenjtë. Është si puna atyre pikturave që kush hedh çmimin më të lartë, ai e merr edhe atë pikturën që ka dalë në ankand dhe e njëjta metodë përdoret shpesh edhe mes burrave të pushtetshëm në kuptimin e paras, që marrin thjesht për treguar që unë paguaj shumë dhe për këtë pjesë, marrin një femër që kushton shumë vetëm për t'i bërë shoqëri dhe për asgjë më shumë.